Protesta e sotshme u shty për një afat pacaktuar, me arsye se jemi në kontakte tash me komunën edhe këta na kanë premtuar që kanë me bëu më të mirën të mundshme për neve, çka janë të shqyrtuar ato dokumentat që na kena apliku, edhe për këtë arsye, domethënë na kem kuptuar një herë që na është refuzuar për herë dytë, po për herën e dytë nuk është refuzuar, vetëm janë duke u shqyrtuar. Po, protesta ka pas me mbajt se na e shohim që na kem bërë kërkesë zyrtare për me na u leju me i shfrytëzu hapësirën publike njëjtë si gjithë qytetarët e tjerë. Neve në hera e parë na është refuzuar me arsyetimin se derisa të vendoset për lejet e kioska, pastaj do të vendoset edhe për frigorifera. Mirë po, ne koha po na dëmton shumë. Është kohë e verës, stina e verës, dhe na pikërisht prej frigoriferave varëm bizneset tona në këtë kohë. Po na presim prej komunës si bizneset vogla, edhe na t'ju përshtatëm jo ligjshme, po edhe na t'ju përshtatëm ligjëm në fuqi dhe edhe na t'i plotësojmë kriteret, pastaj komunat të na përkrahnive. Po, për fund kam që na i kem dhënë, na s'po dojmë me lodh as publikun e Prishtinës, as Kosovës me protesta e me greva, sepse s'kam pas me qenë vetëm protesta, po edhe grevë, na po dojmë mi hap mundësi bisedimeve edhe me gjetë më të mirën të mundshme. Lutem komunën na përkrah, sepse deri më tani na si shoqat mbahëm me vetë financat tona, as nuk kem marrë përkrahje as nga qeveria niveli qendror si shoqata as prej askujt. E sa ka qenë kjo vështirë për juve? Është e vështirë, bukur e vështirë është duke ditë se në çfarë kohe po kalojnë gjitha bizneset në Kosovë. Ka ramje të punës në gjitha sferat, na peshojmë se është një ramje i shumë edhe plot biznese që janë mbyllë.